Përshëndetje miq të televizionit Syri kudo që jeni duke na ndjekur. Fillimisht më lejoni që gjithë ju të dashuruarit e kësaj bote të keni fat e shëndet. Le të jetë ky 14 shkurt një ditë e lumtur për ju, por gjithsesi edhe një ditë që do të pasojë me shumë lumturi tjera në jetën tuaj të përbashkët. Sa herë flasim për dashurinë, gjithmonë synojmë që ajo të jetë e përhershme, të jetë e vazhdueshme, të fillojë si një dashuri e cila bën njohjen e dy të rinjeve, por e njëjta të kurorzohet me martesë dhe pastaj të kurorzohet edhe në një martesë të shëndetshme me fëmijë, familje dhe gjithsesi ditë të bukura. Familja është ajo e cila duhet ta ruajmë qëndrueshmërinë e saj secili prej nesh. Dhe pikërisht në ditën e të dashuruarve, ne kemi ftuar një çift në studio, të cilët kanë më shumë se 5 dekada jetë martesë. Kanë kaluar 50 vjet martesë, çka do të thotë se njohjet e tyre janë edhe më herët. Do të flasim se cili ishte ky rrugtim kaq i bukur që arritën ta ruajnë këtë martesë të shëndetshme edhe të suksesshme. Emrat e tyre i njihni sepse shumë prej jush keni kaluar në duart të tyre, duke qenë mësimdhënës, padyshim se e keni njohur. Me mu në studio është Ragjie Rugova, ish arsimtare e gjuhës angleze, një grua devotshme dhe punëtore. Profesoresha e parë që kam fillu gjuhën angleze në Gjakov. Knatësi, faleminderit, mirë se erdhe. I shoqëruar nga bashkëshorti i saj, profesori Muhamet Rugova. Mirë se erdhe, profesor, dhe faleminderit. Mirë se gjetëm dhe përshëndesim të gjithë e shiquesit e TV Syrit. Nuk është rastësishme pse vendosëm që 14 shkurtin në emisionin ton të diskutojmë pikërisht me ju. Shumë qytetarë të Gjakovës, por edhe Gjetiu ju njohin si një qift që kudo jeni bashkë, në promovime, në kafe, në takime, në shoqëri, në mbrëmje të bukura muzikore. Kjo na bën të kuptojmë se dashuria juaj është e vazhdueshme. Nisi si dashuri, por po vazhdon edhe si dashuri. Na folni pak, si e definoni ju konceptin dashuri? Dashuria është ekzistenca e jetës. Është themeli i jetës, themeli i kënaqësisë dhe pëlqimit të qiftit. Profesor, ju si e definoni? Duke qenë gjuhëtar, keni diçka ndoshta? Dashuria me gjithat e ka në vetë diçka hyjnore. Nuk është thjesht vetëm pasion, apo takim rasti, apo shkatët tjetër, por ka edhe elementin hyjnor se kur është krijuar, Perëndia kur e ka krijuar njeriu, në radhë të parë ja ka lënë dashurinë si njërin prej elementeve kryesore e cila e motivon atë për të qenë vazhdimsi, për ta përcjellë vazhdimsinë e jetës përmes brezave të ndryshëm të cilët do të vinë, sidomos përmes aktit të dashurisë. Dhe kjo është sublime se pikërisht për këtë krijohen edhe ndërtohen familje të ndryshme në bazat të dashurisë, dhe këto kanë qenë themeli i parë i formimit të një familje, të një embrioni të shoqërisë tonë, të cilët e kanë përcjellë jetën e tyre duke sjellë pasardhës të shumtë brenda familjes, dhe kështu vazhdimësia e jetës dhe shoqërisë ka vazhduar në mënyrë të pandërprerë që nga kohët më të errta ose më të lashta, që është krijuar njeriu deri në ditët e sotme, dhe që do të vazhdojë derisa të ketë njerëz mbi këtë rrugë toksor. Faleminderit shumë. Sot do diskutojmë nga fillimi, nga njohjet e juaja të para, që të shërbeni si model edhe për të tjerët. Çdo gjë fillon nga diçka e vogël, por nëse kontribohet në të, ajo do të rritet edhe do të kurorzohet me suksese. Na flisni pak për njohjet e tuaja të para me profesorin, ose filloni si doni. Pra, unë me Muhametin jam njoft rastësisht. Kemi pas një farë ndeje të një mik i Muhametit, dhe aty ai më lajmëroi edhe mu, se kemi një ndeje edhe ti bashkë. Po. Aty unë njoftëm për herë të parë, po e vazhdum kohë pas kohe në mbrëmje kemi dalë. Profesor, çfarë emocioni të japi ty ai takim? Sa ishte për ty një takim që
të duke si kur do t'jetë ndryshe, sikur do të ndryshoj diçka në jetën tuaj? Në vërtet ishte ndryshe. Se ai takim me solli një shpresë të veçantë që përmes atij takimi dhe bisedës së parë të cilën e zhvilluam aty, pash se e gjeta personin adekuat që do të më përgjigjej për jetën time edhe për të ardhmen që do të kalojmë një jetë të lumtur dhe të qetë me njëri tjetrin. Prandaj që nga ai moment nuk hoqa dorë nga kërkesa e takimeve të vazhdueshme, qoftë duke pritur kur e kryen të mësimin, qoftë duke caktuar ndonjë mbrëmje për të shëtitur, qoftë duke shkuar në kinema, qoftë në forma të ndryshme, kështu që derisa u kalit dhe u poq kjo si dashuri, edhe mandej vendosëm që të lidhemi me fejes, dhe fejesa nuk ka zgjatë shumë për disa muaj, dhe martesën e kemi lënë me 7 prill të vitit 1969. Po, a ishte se vajzat e reja gjithmonë kanë pritshmërit në zgjedhjet e tyre. A ishte profesori në pritshmërit tuaja, ose a kishe njerëz për rreth të cilët ja jepnin ato benefitet profesorit se ky do t'jetë i mirë për ty? Une prej bisedës parë me të regu vërtetën, s'kam prit kërkush kur asgjë me më thonë për te, po më ka pëlqy vetë. Çfarë të tërheki në fillim? Biseda. Ishte kështu orator edhe atëherë? Edhe shumë. Edhe vetëm për shkak të bisedës, qëndrimit tine, fjalëve tine, unë e kom vendosë. A kishte premtime ti, profesora, së kohë? Premtoja, i premtove se do t'jetë gjithçka mirë? Po, sigurisht. Cili është premtimi i parë që je friksu nëse do ta mbash gjatë gjithë kohës? Po, jo nuk kam pas ndonjë frikë, se familja eme po ashtu e ka mirëprit. Po. Fejesën tonë, dhe më thënë takimin dhe njoftimin që kemi pas në Mërveti, dhe që në fejes, dhe më thënë kërë kemi realizuar fejesën, është realizuar me ceremoni të veçanta, jo kështu të njërë të msheftet ilegale, si pas traditës se asekuar me shkese, me gjitha ato, me petulla, me... Si ka qenë tradita. Si ka qenë tradita e kohës, dhe aja është përcjell me ceremonit veçant, me muzikë, me gjitha ato gjanat, të cilat i kërkon të edhe realizojnë si pas kohës që kishim. Edhe martesën kërë kemi bërë, po ashtu ka qenë me ceremoni, të më thonë 3 lloj muzikesh. Muzika e oborit, që ka qenë me curle, tupana, me këto për vallëzime që bojnë. Muzika e grave, e smoja, dihet në të kohë që ka qenë devatoria. Mënyrën e saj. Po, mënyrën e saj, gratë, menzi që pritshin ato mbrëmje, edhe muzika në mbrëmje për në odën e burrave, se në të kohë dashmat ende bërshin të veçanta, të ndara, burrat veç dhe gratë veç, dhe aty ishin kretë këta orkestrina e asaj kohës, me Xhajgole, me Godene, me grupin e tyre muzikor që kanë qenë, dhe patëm kalu një, kemi pas mësafirë nga viset të ndryshme, jo vetëm nga Gjakova, por edhe nga Peja, Ulqini, Përzerni, dhe ka Dibra. Edhe Dibran kanë qenë në të dashëm, dhe ajo ka qenë diçka e veçantë. Dhe kur atë ditë, kur janë përgatit Krushqit për të shku, për të marrë nusën, ka qenë një autobus që zakonisht mbushe me trije me këto, edhe ja 20 apo më tepër automobile të vegjël, 24 automobile, në autobus është vendosur... Edhe me autobus, do më thonë, martesa juaj, diçka e veçantë për të parë po e dëgjoj. Në autobus është vendosur flamur i madh kombëtar, në atë kohë, kurse çdo automobil i vogël nga një flamur e ka pas me vetë. Ka qenë diçka e jashtëzakonshme për kohën sidomos, se 68-shën u leju për herë të parë përdorimi i flamurit zyrtarisht, dhe 69-shën në mënyrë masive të përdoret ashtu flamuri në çdo automobil dhe të përcillet me muzike, me sirena, me këto gjana, të kalohet në për gjitha rrugë, sikur që kemi në zakon, se martesat kur bëhet marrja e nusës, shkohet në rrugë të tjera dhe kthehet në për rrugë tjera, nuk kthehet sipas është një farriti ritual. Pse është ky ritual? Është një ritual sipas që shpjegojnë këta njerëzit që merren me këto probleme,
se gjaja është menduar se duke shkuar Krushqit, dalin shpirtrat e këqij. Dhe presin që duke u kthyer me tani me nusën, ta shitoj nusën ose ta shojnë të i binë cysh apo diçka tjetër me ato format e tjera. Kështu që për t'i mashtru shpirtat e këqij, bëhej që të kalojnë me një rrugë tjetër dhe mos binë në atë rrugë në të cilin kanë kaluar së pari. Edhe kjo kanë qenë ato me ritualet e kohës, gjitha ritualet jenë zbatu se kur vinte nusja, natyrisht se unë që dhëndër nuk im shku mi marë nusën se ende ishte marë. Po, nuk është... Ende si ishte praktiku në atë kohë që më shku vetë dhëndërit. Dhe ti do të duhet prisjen shpi. Po, mandej, kur erdhen Krushqit që u këthyn, s'pari del nëna e jeme, si pas zakonit, e pret, e fshtin dorën, edhe... Ti e qele derën e aborë. O, qele derën e aborët, po, por më ardë nusja me fate me të mira. Shumë e mirë. Po, nëna ime e mante në një dorë një pjatë me njalt, një simit, edhe në tjetër mante një libër shejt, si pas rritjeve të kohës, për me shku ambël dhe mjalt. Me mjalt. Po, me shku jetë ambël. Po. Edhe kjo për cilë me muzike, me këngë, me valle, me gjithat, deri të dera e hajatit. Të dera e hajatit e nusës i hiqet dovaku. Po. Mande vjera e kap dorën e nusës, e në gjynën mjalt, edhe mi prek pragun në nalt. Çfarë emocione patë ti arsimtare aty, me gjithë këto rituale? Faleminderit që na kiftu, veç me tregu, unë kam qenë shumë a dit e lumëtor, shumë e gëzushme, sa nështë nuk duke aq me qenë. Po shkështëm kisha një lumëtori, një knatësie. Si ja dhat vetit një detyrë tash që kjo martes të jetë e suksesshme, se entuziazmi për me u martu një qift ekziston të shumë qifte, por rrugës dalin ato barierat. Po, si a dollët ju të jeni kaq të qëndrueshëm? Dashuria ishte e. Themeli i çdo gjëje dhe çdo suksesi dhe çdo ecje përpara në familjen tonë ka qenë dashuria. Dhe në bazë të kësaj, ne i kemi ka përcy, i kemi të i kalu të gjitha vështërsitë të cilat na ka sjellë jeta, qoftë në atë kohë, qoftë edhe në kohët e mëvonshme, po se bazë ka qenë dashuria. Dhe si produkti dashurisë, erdhen mandej fëmijët njëra ma tjetrës, të cilët po ashtu e sollën gëzimin në familjen tonë, e lidhen edhe më tepër faktorin dashuri, faktorin jetësor familjar. Që kjo po më intereson. Tek mendimet, se nga njëherë... Gjithni i kemi pas njëta, vlerat e jetës i kemi pas njëta. Gjithni kanë shku, unë për veti, personalisht, gjithni kam shku, ku shka ma te për pëlqen Muhameti, atëherë unë e kom pëlqy. Unë e di se çdo herë një do t'im pas mas par vetën e vetë, shka pëlqen. Po, kur pëlqen Muhameti, diçka gjatë kajtë kohës, unë jam ma e sigur di që shenë një vetën, ma të plot, ma të plotësune, që kjo është i knaqër. Po, të gjithë ne kemi vese, kemi gjana të cilat nuk duam t'ja tregojmë bashortit ose bashortës, por rrugës ja mësojmë njëri tjetrit. Edhe pastaj e rëndësishme është me ja kuptu ato. Ja keni kuptu botën njëri tjetrit ju? Për shembull, a është bërë profesorin ndonjëherë nervoz dhe ti? Çfarë ke bo? Cile ka qenë veprimi jot? Pse bëhet nervoz, nuk hak mirë në mon. Po shkojmë pa qetësore. Sa mirë. Për çdo herë ulem, nga dalë deri sa ti kalon Muhametit. Edhe kur vjen për shoqënisë që del, kur kthehet unë e pres, nëzi pres që të kthehet në shtëpi, edhe mbas fytyrës, shiqimit unë e kuptoj a ka kalu mirë apo keq. Sa e bukur. E ndi krejt shpirtin e tij, e ndi se e ndi vetën, disponimin dhe ti ke. Profesor ti? Si ja ki kuptu botën e mbrendshme? Që ka pas diçka profesoresha që ja ke pranu se e ka të tillë? Dikush është më temperament. Me dalë ma shumë. Ka kjo, ato kërkeset e veta si çdo femër që ka, të dalë me shoqe, po, të dalë të shkojnë në për ceremonitë të ndryshme,
Vizita. Një për vizita të ndryshme. Po, ka dëshirë, është dëshira saj edhe më madhe për të dalë, edhe për të shku, qoftë në për vikende, qoftë edhe në për pushime të ndryshme. Ma të mirë ati pas ke zgjedhë. Po, une veç në mëro? Edhe shumë të në rasteve, unë për hatë e kësaj ma tepër, se nuk jam i dhanur për të pas arktimit dhe pas qefeve jetësore ose personale, po për hatë e kësaj që ka dëshirë kjo me dalë, me shku, jonë Vlorë, jonë Shkodër, jonë Tirani, jonë shtetet të ndryshme, jonë Londër. Dy herë. Ka qenë Londër, ka qenë Dubai, ka qenë... Po, unë nuk më bënë për Bëjgjeti në shtypje. Adriatik e di krejt. Për Shqipëri, atë e kom pas pikë dobet. Kurse për vendet e tjera, kur më thonë më shku, i thëmë, hajtë pëse e kom pa në televizion. Po kjo zdërzohet, lypë me qdo Unë kusht. kam dëshirë mi pa Vjenën, shumë kam dëshirë mi vizitu. Këtë thotë, sa bukër qëtë, isha për mirë në televizor. Po ma vetë, unë kam dëshirë ma ofër me që. Po. Me shku në teatrat e Vjenës. Po apet bim në ujdinja një me tjetërin. Me ja kuptu stilin njëri tjetërit edhe mënyrën se si gjdo dëshirë me qenë e përbashkët. Na kemi djallin në tretën Zvicër, unë e 2-3 ja kom qenë, Mameti ka qenë njëherë vetëm bashkë që kemi qenë. Edhe unë e kam dëshirë që ashtu thimin, e kam hobi o thimin, edhe si studente kom qenë deri gjatë të treshin, gjatë të kashën në aeroplan, prej Sarajevës për Zagreb. Prej Zagrebit kemi shku më ndej. Do më thënë, nuk është diçka që ka ardhë ma vonë, por e rritur në këtë qasje. Për gjithë herë. Në kushtet veçanta. Kam pa shpellën e postonjës kure, kam pa, te jam taku dhe me diken, me një shoqëni që këshin ardhë nga Anglia, edhe ata fillun me bisedu anglisht. Unë o afrova, ishim me 2 shoqe, bile kam edhe foton me veti në shpellës postonjës. Tash, nga jeni, ta jemi nga Britania, po edhe venin për të regon bërton. Tash, unë e kam dëshirë me shku me specializu gjuhën e me punu si babysitter. Tani tha, aty ka nevoj, unë muj me ta qitë emnin ty në gazet, edhe ti mund e shma, po ti a mund e shma ardhë. Baba em kesh dëshirë shumë, me shku, me ma plusu po dëshirën, po edhe më ngrit me shku. Edhe ashtu e realizova mas vitit 4. është shumë e rëndësishme që nga njerë jeta të bjen edhe diçka që të bën me u sfidu edhe me pa vetën edhe në karakter, edhe kur është në pyetje dashuria dhe gjana tjera. Në rastin tuaj, profesori pati fatin me qëndru prapa grillave disa vite, 6 vite nëse s'gaboj. E pastaj edhe burg shtëpiake, kështu do më thënë ishte një dekade cila ju shoqëroi besoj pak me dinamika ndryshe prej asaj që ishi të mësu. Profesor, ti fillimisht, kur ave në burg, çka mendove për profesoreshën? Nëse s'gaboj, profesoresha ka qenë shtatzën, apo? Po, do më thonë një përshqi ndryshe tash. Po, për mu nuk ishte e rëmë burgosja ime, se unë parafërsisht kom qenë i përgatitur për... Që do të burgosësh. Që do të burgosëm, se kom pas aktivitetet të ndryshme, dhe kom ditë që një ditë do të tjesh. Do t'jem atje, po mu më ka arë shumë rëndë e shumë vështirë për familjen, për fëmijët që po e lo, dhe për nënën, po për njërë të veçantë për grunë, se kemi pas dashuri me një e tjetër mjeft të nivelit, por nënën tjetër, kjo nuk ka qenë e sprovume për rastet e tila, e atë kom marrë që diçka shumë më të rëndë, ma tepër kom vojtur sa jëmë rënë burg për këta, se sa për vete edhe asë që e qaja kokën, se sa do të me denojnë dhe si do të... A friksoshe për ndonjë luhatje në martesa, apo për qëfar? Qëfar cilëshin në mendjen? Po gjdo gjo. Në rëthanat e tila, ata që kanë provuar dhe kanë qenë ashtu, gjdo gjo mund t'ju shkojnë dërmend. Po, bile unë edhe i pa ta thonë, që lirësh mund të shkosh në shpitone, se nuk dihet, unë rashën burg dhe nuk dihet se kur do dal, edhe a do dal ajo prej burgut.
por kjo në bisedë me nënën time, nëna ime, një burnesh e cila ka kalu edhe atë njëjtat sfida me babën tëm, si i arrestum politik që kur ka dalë në malë në atë kohë, dalë aprovu me gjanat më të rënda dhe më të vështira, me presion qeveritare, me konfiskim pasurice, me 5 fëmijë në shtëpi, me gjanat më të rënda të vështira i kanë rënë hise. Se kur martu nëna jeme, thoshte, jëm martu për pasuri, më kanë dhënën këtë familje, që ka qenë një familje e pasun dhe nuk ka kur fa brenge, se ka gjitha të mirat. Po ja se pasuria nuk qenë ka e jetë përjetshme dhe përhershme, se ajo pasuri u tretë si shkum sapuni dhe u ballafaqu me varfërinë ekstreme, me vështirësitë më të mëdha të cilat i solli jeta. Dhe me 5 fëmijë të vegjël. Përdore, mu sa kom qenë kur ka dalë baba në malë, kom qenë 5-6 muaj. Po, profesorish, çka mendove ti aso kohë? E re, po, fëmijët duke u rritur. Diçka prej fillimit. Unë shpërhi tjetës se kam unë ngrit më në gjasë herët. Edhe po a ditë me 15 maj, isha në këmish fjetjes edhe zakonisht një polover. Po 3 dera, 6:15, 6:15, dera borit. Hajtë vrap për dalë mi hapë derën, të menu mos ka motra Muhametit me kërku diçka, se nesërmen famigjarra u martoke. Po, po. Kur hapi derën, shka me pa? Ish mush krejt, se para derës ishte është një rrugica atë, krejt të armatosën, ishin ardhë, kishin rathu, shpin, hajtë të shurnani, i njefësha ata, nësmi për të riqë ata njerës edhe njerën është ta, s'ka nevoj, u të bashkë atë e Gjakovës, ta jo tha, e me ardhë, kemi punë me Muhametin. Ta shë një mirë se kini ardhë, ta shë vetëm se, a bën tash njerë mas pare unë me himrena, e mi të regu fëmive, se fëmit flejnë në dhomen e parë. Qërë ka dalë se kanë ardhë për babën, disa polis, ju mu së frigaje. Po, a Muhametin tash pehi në dhomë fjetjes, tash, Muhameta, tja ki thonë që s'jam të përzinë kërkon? Jo, që se erdhen ata, më ki thonë. Që se erdhen ata, po ti theshe që se s'kam unë përzinë e kur gjo. Po. Tash edhe, kja mu më kara, si në thujmë, si reja, këtë ben piskvilti. Se është ka qenë atër aktivitetet ilegale me imbajt? Po, as gjas kem ditë edhe disa herë. Edhe disa herë, asë nonën, se me nonën e mamit kena kalu shumë mirë jetën. Dhe e pëtëshim në këta, kur bishin shok të edhe të Mamet, a ki dhe ti dishka, a ti ta dim pak, nësë na bjena ashtu për vasi. Ta jo, unë s'kom kur gjo, për çdo herë. Sa kënë vështira ato vite, ato momente besa? As kush, po që thojmë na Zoti ta bjen dorimin për që di. Edhe unë jam shumë e fort për ditë parë, për rast parë. Po, u që Mameti tha, për delim dhomen e pritjes që atë, edhe ti qesim librat për para. Unë tash, s'pëdis që s'duhet me bo gjo. Kër vinë ata, duhet mi lidhë dur që shtu me najtë, për shkoj pjedhezi shpëretin, edhe në qajin. Edhe ndërko, dollapin pi hapi dhe në dollapit mi marrë dhe sheqerin, për mi bo gotat gati. Kër, se dish, nuk vërnej shumë kër një gru. E ajo grus është, gjallë është ajo hala. Thash, hajde urna, tha jo, tha kam pun diçka me ty, thash urna, tha e bëj me hithan dhomë fjetjes bashk, thash po, tha bën tha me, kam një farë kontrole, tash pëse më ti nuk je gynekologe, ti pëse më kontrolu mu, tash është Gjevdeti, tash si e ti, atyre kemi pas doktor Gjevdeti, kryesor, po. Tha jo, tha, ti tha ki shti këtu afishe. Tash
Këtë une për vjen ti me këshirë. Si ishe ti 7 zone, 7 zonë, 7 mushe, edhe para tash mendoje. po e kom pas shpërhi që shtu e ngrehi poloverin, se për gjatë e mlaj të abelin. Po. Edhe tash qysh kjo i shrit varku, 7 mush, pas ma mushun e me këta. Letra të aktivitetit. Letra të aktivitetit. Tash oj, ki i gabus, tash adresën, se s'jam hiç që dijeni për këto punë. Po, kër mpaja mos, se jam shtatzam, falë, edhe sarë, tash në rrugë, ka adin. Po, a u friksove se kur do të kthehet profesori, sa do të fillon, sa do t'ju mbaj gjallë kjo dashurin këto rrethana? Unë adis me tërgu të vërtetën, aqë shumë e kisha këtë frigën e madhe, se jo që më ka friksu, po më ka trondit. Kuptohet. E që ashtu që përshka tash ma ardhë kretë librat i gjushin, pa hiq, pa koframshire. 30 libra mi ka marrë. Po, njoni hypken podrum, hypken altën në Tavan e tjetrin podrum. Qetrin podrum. Situatë e pas qaruar, po, që se si, që nuk harrohet letë. Nuk harrohet. Edhe kur e morën Mametin tash, unë e meta qështu që ka dul Mameti, kemë pas një kumëll të dera, e murë një kumëllën nuk i shtini në gojë. Unë shpresa për të majke, to me nu tash që adin kë përsëri, e marrin pyetje dhe kthehen, të qenë e vedishme se kjo nuk ka kur gjë. Ndërkohë që kur e kuptove që aktiviteti ti është ilegale dhe ky tash. Atëhere bisedësha krejt me anën me vjerën edhe me kunetit. E kontaktet në burg i keni mbajt me letra? Apo me qka? Kemi letra, Hajtë na tregoni pak në ato letrat e juaja, qëfar i keni shkru një tjetrit? Letrat duaj me qenë shumë të matën, që të shkruani me mos. Po, sepse Se kontrollosh. vazhdimisht e dija që çdo letër që dërgoj qoftë prej këtyre drejt meje, qoftë prej meje drejt familjes, ato mas parit shkoshin në udhë dhe lexoshin. Kuptohet. Për çdo letër, për çdo fjalë, për çdo paragraf. Edhe analizoshin për me nxerr ndonjë kuptim ose diçka. E përpiqesha me një farë mënyrë që bile s'paku me qenë mjaft kështu i hapur transparent në letra, veç me probleme personale ose të familjarë, kur gjë tjetër. Kishe ndonjë porosi për profesoreshën, se ti vazhdon me e dasht hala, vazhdon me Për pas. porosi. Edhe për para i thaja në atë kohë, se për dashuri jep jetën, për atë dhe jep edhe dashurin. Kjo ka qenë motoja ime. E ti, profesoresh, qëfar i shkroje? Unë s'ka mi shkru, veç dhe shati, për çdo herë ki qenë ma i forcon, unë jam ma emocionale, kjo është njëri ma standard. Ma edhe ashtu, shumë më ka ndihmu në jetë me që stabilitetin e vetë që e ka. Sa mirë. Unë veç i shkrusha për fëmijët, si janë fëmijët, letrën, besëm një kur nuk e kom hapë vetëm. Letra si të vike, e thirsh vjerën të nanën e Mametit, e lexosha para gjithve. Nana Mametit thejke, budala, a i më shelen atje, për ta bandertin ty këto. Po përgjith. Mirë po, une vjera shumë më ka majtë, sa për më vjen keq edhe që pjedhëm vjerë. Po, ke pas Se qoqe, për ke një pas marrëdhënie të mira. Për një kohë, masi që lindi djali, mas çdo mujve, që u kryn ditët e kësaj, si të nunë Mametin 9 vjetë, unë e kom qenë të vlau. Kur ka ardhë vlau, më tha, isha djalin të dhonë gjitha, o i gjitha, e ka qohësh ajo, pse thash patës për shka? Ta, a di që ta, mes ka Mameti sot atë rasin e dënimit, gjykimit, faljes, a di shka, ta, pse? Ta, e pash motër në Mameti të kalu keri, që ka shish aj? A ne? Ta jo që veshu. Unë e keshe rregullu në desha mi që djalin në vizite, mo që sherdhe në mranë flokt, krejtu bona. Për shkak. Kur më tha gjie, tha,
që se Muhametin e këshin denu 9 vjetë. Dhe thoni që to e kom një damar që unë manelt. E më kërsit i kryt 9 vjetë, nuk u përgjegja vlau tim. Se kom pas një vla, edhe s'kemi pas natyrë t'ilë. Se s'kena pas biseda politike në familje tonë në Po kort. dhe ke pas vështirë me pranu që këto lloj aktivitetesh janë me shumë vite. Mu pëmbin hise. Po. Edhe hala jeme, në që e fjallë se kemi pas darsëm të Po. agja. Tha, gjie, dul, kjo në nashani bitullaut, hala, kom pas zoj. Tha, kapi tha mbledhit kërtisha të djallit të tujat e shka qele derën tone para se me dal vjera jote pikunati që ishin këty ata pi burgit. Po. Me se ban pamje në burrit të kunati, ban në shpitone. Po këthena, unë e si isha bo, kër vinë shpit dera e kishë qilë si nona, thash noshtë, pse erdhe, ta, unë e sharët kësha marrë vetë. Njerët pata dëshirët me kalus nata sontes që të shtu, se që? Kuptohet, po. Thash, jo non, ato ishin edhe si shoqe hala me nonën. Po. Thash, hala më ka qup, ta më si pala teshat, po qëti qashtu në korit, shka qelja vjerës jo të derën. Ta e ta ban panën e djallit në shpit vetë. Kur ime në koridor atë, tingoj këtë televizori, Beogradi, kjo lemit të Prishtinës po jep që jepshin. Folke Shqipnia, fillun mysafir, sidomos agja i Muhametit, babaj Feridit. Kuptohet. Po ata tënë qajshin, unë e veç risha shu që dru nuk le vreqa. Kër i kësha vnu durt për mi shpëret edhe qështu dritarët i kemi pas ka dera borit, me vinë 18, e vjen manush dushit, që ndjerë 2 vjeta që ka vdek. Ta, oj motër, najtisë, pse s'pa kanë ta dhe ti? A din, tha, shka do me thonë me t'hu burri? Tha, qaj e më si palo mrena. Ta po falë. Mu jo që vike marë me qajtë për Muhametin, se unë isha lirë para kunitive me foli me kesh me Muhametin, se për çdo herë jam ngutës me ta. Po, nuk di, unë uthera. Situatat ta ka diktu në një farforme dhe emocionin. Emocionin, veç shtorisha, ishin, delshin, vishin, gjithë të kajton. Të qaj gjithë, une veç risha dërru. Më tregoni edhe diqka, profesor, në gjithë këtë martesë, në gjithë këto vite njoje, sa ka zgjatë mas shumë t'i një idhënim i joti me profesoreshën? A ka zgjatë me ditë, a me orë, a asë njëherë? Sepse qiftet i kanë ato? Jeta e ka ato peripetit e vetë, e ka ato gjanat, po. Unë gjithmonë jam munduar që ta kuptoj, edhe nuk ko majt idhnim, ndonjëherë. Profesoristi? Na, kena shku një mendje kemi pas. Po. Për që di, na asë njëherë nuk kena majt asë një idhnim njëni me tjetërën. Edhe që nusja e shetë që aty, tash, që ditet, do t'imam qysh, adin, kundërshton baba ti merë me njerë me të mirë dhe e këthen përsëri fjallën. Nuk kemi majt. Atë ka bo kjo ty me pas se sa mirë është, me pas një sjellje të tillë, sepse dy njerëz kur janë bashkë duhet ta kuptojnë njëri tjetrin, edhe nuk ka aty diçka të qëllimshme, por është thjesht një diskutim, sepse shpesh femra din t'i kenë ato teket e veta, t'i dhrohen. Femrat e kanë ato, po kjo ma shumë ka sakrifiku për mua se sa unë për te. Me gjitha këto përshkrimit e cilat i thamë dhe tash, jenë të qarta këtu se sa probleme, sa të lashe i kom sjell në jetë. Kuptohet. Kësaj, po me gjitha te, kjo gjithmonë me ka inkuraju, me ka mbështet, me gjitha gjanët, sidomos kohën kër jam dalë prej burgut, ka qenë e rëndë për mu, si gjithë shpije pa punë, me vitet e tëra, po kur nuk kom dëgjuar ndonjëherë, ndonjë mërgji, ndonjë bezdi, ndonjë diçka, që unë me gjithate netko isha i privum nga jeta dhe nga gjithë gjë, nga puna, nga gjitha gjanat e jetës,
dhe duhej me jetu me të ardhënat e cilet i siguron të kjo, qoftë me punë që zhvillon të shkollë, qoftë edhe me punë dore. Dhe më thëmë, Edhe me kurse. pajtohesh se sa do që tjetë ai status ekonomik, me atë duhet ja dalim mujit edhe vjen muaj i tjetër dhe kështu. Me tërgu, mu kur nuk më ka mundu e qeshtje që veç une përpunoj. Për mpametin mu ka qenë gjithë shka. Mas 3 vjetë e burg nështë a 4, une si kom qenë të e bona dreken edhe zakonisht kom bëj drek kom bose, edhe me nanën kemi qenë. Se nu halas në rasi me tërgu që shka qenë puna me nanën. Edhe se di tu po dreken për dita shash koha bukës, pengas. Qashtu qish kam qenë në veshën në të njerë ka dherë në krytë rrugës. Kur për shkej për vjen kunati me gjithë, me i shqyp në biciklet. Oj, gjie, shkej ka pret? U, bac, ora ne, për më nëse vjen Muhameti pi punës. Para me do. Pashat për bes. Po, dhe qaq Që lidhja. qashtu, kur s'jam da? Edhe shpeshen orë të mësimit, tu kalu, kur s'jam ullu, ne s'jam që kom nejt ullët. E shisha dorën e Muhametit në për bank që më përcel ke. Mjep ke fuqi me qatë dorë, e mjep ke dyqish knatësi. Para me do çfarë arme e fort ka qenë për ty kjo atje. Edhe kur s'këm pritu që kemi shku në vizit, se ka qenë vizite e mondeshme. Vizitet e rënda kanë qenë që sa kom qenë prezent, pak më afër. Mandaj prej prezenit e më përcelen në burgun qendror të Beogradit. Po. Atje, po ashtu, për ne konsideroj si paraburgim. Ende, do se isha e gjykuar e krim, ishin kry gjitha të procedurat, po atje në trajteshin si të paraburgosër, me tesha shpis kemi qenë, jo me uniforma burgut. Po, vizitat 2 herë në mujtë. Për mu ishte maltretim i rëndë. 2 herë në mujtë, me mundu në familjen me ardhë, që asë një vizit nuk më kanë lënë pa ardhë. Edhe ka pas kosto financiare. Ka kosto financiare, e mundime fizike, e me gjitha gjanët, po 2 herë në mujtë. Edhe që ka ishte edhe ma rëndë, kur në ndalun me e familjarët me folën gjuhën Shqipe. Serbisht. Edhe diçka. Beogradit. Po m'intereson, djali që lindi pasi ti ishte në burg, e pave ti deri sa ishte në burg në ndonjëherë? Po, disa herë. Do më thonë, e mernit djalin me Po, disa herë ma veti. kanë qelë. Çfarë ishte ajo? E kemi sjell një herë, ka që të kemi disa fotografi edhe tu fol polici me qilë ndo. Burgnishit. Mje pa to fotografi? Po, Ndërkohë? tu fol polici, na tu fol, edhe polici e kishë lëshu atë kaseton me digju. Ma i dhe po, vërzimisht, ishte shumë për të incizu tërë bisedën që zhvillonim ne me antarët e familjes. Se kanë qenë, do më thënë, kontrolat. Po, Unë isha me plus vjerën. asaj, gardiani që e njeh të Shqipen, që e din të gjuhën Shqipe. Që mos po devioni, diçka jashtë rregullave. Po, jashtë rregullave. Kuptohet. E ai ndërkohë, djali tash po qanë, edhe ai tash për gjaja me marrë me të mirë, ja gjujti qilset, me lujtë fëmija. Po. E kapi qilset e t'ja gjujti gardianit për ftyrë. Hajtë se mirë ja Se, ka se ju e një, do më thonë, shkaktarë që ma që keni ma marrë keni babën. marrë babën, para me ndoni sa e fështirë. Mirë edhe diçka, kur ju jeni njerëz edhe që dilni tash në këtë moshë, edhe pse jeni pensionist, jeni shumë aktiv të dytë edhe ku do ju shohi. Nuk është që nuk do gjani qifte, u shpenzu dashuria, nuk jam më të, nuk ka gjendje të mirë ekonomike, duhet ta ndërpresim, deri këtu ishte edhe është krejt normale. Si shini ju këtu situata? Ne jemi tradicional. Po. Ne nuk jemi me këto metodat bashkëore të cilat na i solli Perëndimi. Ne kemi lind, jemi rritë dhe jemi edukuar në format e tjera me familje tradicionale. Dhe kjo familje, ose kjo edukat, e familjeve tradicionale neve ne kam bajtur. Më thënë, ju mendoni që familje tradicionale i kanë rujt këto vlera edhe janë më të shëndetshme. Shumë është rëndësishme, ajo. Forma tradicionale e familjeve të cilet janë rujt qoftë në qytet apo në fshat. Mos themi tash, po në qytet Duanët, ato të cilet kanë pas tradita vërteta të qëndrueshme familjare, ato gjithmonë
i rezistojnë vështirësive dhe sfidave të ndryshme të cilat mund të sjellë jeta dhe pikërisht gjithmonë kujtohen ato elementet e para të dashurisë. Dhe nuk mohohet ajo. Dhe në bazë të asaj, pavarësisht tash çush ndrojnë rrethonat, po fizike, shëndetësore e gjërat e tjera, prapë ne i rezistojmë asaj duke mbështetur në forma tradicionale të qëndrueshmërisë së familjeve tona. Profesorisht edhe ti diçka? Çka mendon? Se jemi në fund. Edhe po, Mameti ka qenë edhe në i smut. 2 javë ditë ka qenë në Beograd. Unë e kretë kohën atje kom shku, kom net, kom qëndru pranë ti. 94. 94. Kur se më ka bezdis, as largimi i ti që ish, se kom shku mas. Nuk kom najtë në shpe, me 3-4 fëmijë i lisha edhe kom shku mas ti. Edhe kur kanë përcjell, doktorët i kanë thonë familjarëve që përgatit një shpinë, se nuk dihet a mrin gjalla jo. Shkam ka pengu më për burg, ku vike një shtatore, shumë të dët e kemi ndi shpirtnesht, sidomos kur ka qenë Mameti në burg, unë e gjithë rrugës për një shtator, kom shku të qajt, që dëshira Mametit pimet krejtë e pampulsume. Edhe, mas asaj, një edhe punë ma madhe ke, mas e marë i burgu, une filloj pakës mund gjallë jeta, mas 2 vjetët burgut, Mametit më largu nga puna, ajo më ka të ndit edhe ma tepër, më ka prish edhe ma shumë. Po prapë dashuria ka qenë edhe... Po, unë e kom pas dashurit, sinqert, pastër edhe kena që me mendimet njëta, me vlerat njëta. Mirë po, unë e kom pas edhe rrethën familjarët Mametit, që më kanë kanë përkra, edhe gjithë një thëjke, kunati madhë falë, ndjerë qatë, thëjke ty Mameti nuk ka hi në burg që të ka bletë ty gjërdën lëk, a din qaforet bukër, ose që ta ka zbukuru shpinë, ose ta ka pukerin. Thëjke ti veshu delë si njeri, edhe qak vjera jeme, djali ka qenë 2 muj e 2 javë kur kom dalë unë mës me mazon dikush vendin e punës. Që ta ka është kujdes ajo pas. Ajo o kujdes, vetëm për me vazhdu t'i punën. Do më thonë, pikrisht, kjo është diçka e mirë që të ka majtë forcë aty që familjarët me qenë me ty edhe me ta kuptu se cilën gjendje emocionale tuaj. Motrat, vlau kanë ardhë për vizitëm, kanë nimu për paqeta, po rreth i familje, unë gjithë një jam ka rreth i Mametit, me këta kom pas viset rreth Mametit, jo me të mitë. Me të nësë kemi ditë qka burgis, që shkon puna. Edhe diçka për fund, 3 elementet që e kanë rujt martesën e ju i kaq shumë edhe dashnin kaq shumë. Qka ki dhonë ti prej vetës edhe qka ki dhonë ti 3 elemente? Po, gjithmonë raportet e tilla, diçka e jep e diçka merr. Po. Nuk është që çdo gjë jep apo çdo gjë merr. Natyrisht që jeta familjare, jeta martësore, i ka të mirat e veta, po ka edhe pengesat e veta, se me një farë mënyrë tash e përshëndetet njëri me periudhën e djalirisë. Po. Kur është i lirë për të dalë, për të shëtite, për të shku ka donë, qysh donë. Po, në anën tjetër, i ka gëzimet e tjera të vetat, që të krejnë ngrohtësinë familjare, të krejnë fëmijët, engjëjt e jetës, të cilët ta bën jetën më të këndshme dhe më të mirë, më të bukur. Faleminderit. Profesoreshti? Unë gjithë një kam shku në bas të mendimit edhe bas kënaqësisë me Mametit. Edhe jam këthy, unë s'kam qenë kështu adhuruse për me dalë për këto promovimet e këto mirë po. Tu të dy profesorit e ke fillu edhe ti me vo pjesë për dishmërisë. Faleminderit shumë. U knaqa, i uroj shëndet edhe lumturi edhe më shumë, të ditë dhe të pas parasysh faktin që keni qenë 2 kontribut dhënës brenda kësaj martese kaq të shëndetshme, sepse sot një martesë e tillë duket sikur është rekordi një suksesi të gruasë.
Edhe të burrit gjithsesi. Faleminderit. Edhe për juve Po. shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të Jeni- marrim që na këto lloj organizuat. mendimesh. Dhe na rikujtut edhe një herë periudhën e hershme, të them tash të hershme, para 54 vjetësh, kur jemi takuar së pari dhe ka filluar një jetë e re për ne, për familjen tonë. Me kaq po përmbyllim këtë diskutim të sot, mu kënaqëm bashkë me gjithë këtë rrëfim interesant të këtij çifti, i cili ka kaluar 50 vite martesë dhe vazhdimisht i kanë të freskëta të gjitha gjërat të bukura që kanë kaluar bashkë. Duke dashur njëri tjetrin, thonë këta, duke plotësuar dëshirat të njëri tjetrit, nuk ka si të mos jetë një martesë e shëndetshme dhe qëndrueshme. Mirëmbëjtje, gëzuar edhe një herë 14 shkurtin. Faleminderit shumë.